Pothuajse përgjatë një muaji Bashkia e Tiranës zhvilloi turin e konsultimeve të drejtpërdrejta me banorët për planin e përgjithshëm vendor. Në 11 njësi bashkiake të Tiranës janë dëgjuar pyetje, janë dhënë përgjigje, janë marrë sugjerime për planin e përgjithshëm rregullues. Përmbyllja e takimeve me qytetarët i hap rrugënisje së konsultimeve me grupet e interesit si fazë e fundit para miratimit të këtij plani. Por sa e njohin qytetarët e Tiranës këtë plan të ri urbanistik, që sipas hartuesve pritet t'u japë zgjidhje mjaft problemeve që shqetësojnë komunitetin. Në përfundim të sondazhit të kësaj jave në faqen zyrtare të radio-televizionit Skan, 51% e pjesëmarrësve deklarojnë se nuk e njohin fare këtë dokument, 36% e njohin pak, ndërsa 13% e votuesve shprehen se janë në dijeni të përmbajtjes së këtij dokumenti. Në mjaft raste në vendin tonë të tilla dëgjesa publike janë qëllim në vetvete në emër të transparencës dhe dëmtojnë procesin pasi as qytetarët nuk sqarohen, dhe nga ana tjetër këto dokumente që paraqiten nuk zhvillohen në funksion të zgjidhjes së shqetësimeve që ka komuniteti. Ndonse turet e konsultimeve të bashkisë u zhvilluan në 11 njësitë të Tiranës, ku në secilin prej tyre zgjatën për më shumë se 2 orë, sërish pjesa më e madhe e qytetarëve ende nuk e njeh këtë plan. Gjithsesi, në raundin e fundit konsultimet do të vijojnë me grupet e interesit, nga ku shpresohet që plani i ri urbanistik të përmirësohet sërish në funksion të zhvillimit modern të kryeqytetit.